Albanezi sot në stadiumin e Viarrexhës për finalen e Superkupës së këtij torneu të famshëm. Besoj që Akademia Vllaznia po arrin standarde të larta nga viti në vit. Sinqerisht jam shumë të kënaqur për vetë faktin sepse siç po shikoni edhe vetë, edhe nga pritja edhe nga serioziteti që ka kushtuar kësaj ndeshje, besoj si ja vlen që Vllaznia të marrin pjesë dhe Vllaznia përveçon vetëm jo vetëm Shkodrën, por gjithë Shqipërinë. Dhe jam I kënaqur për vetë faktin sepse në bashkëpuninë që kemi sot me komunën e bashkinë e Viarrexhës, mendoj që do të kemi një bashkëpunim shumë të madh si nga ana sportive dhe ana kulturore të qyteteve. U bë Vllaznia dhe pjesë e torneut të famshëm. Si fituese e torneut të zhvilluar në Tiranë, tashmë pjesë e torneut të Viarrexhës, 75 vite histori. Duke që është kënaqësi. Kënaqësi e veçantë sepse këto kanë marrë pjesë gjithë ekipet më të mira të Europës, Partizani Beogradi që është në 1951, kur ekipet mëdha si Milani, Juve, Inter, Sparta Prag dhe shumë ekipe të tjera kanë fituar këtë aktivitet. Kënaqësi e madhe është sepse sot një nga emrat më të mëdhenj të futbollit botror, Marcelo Lippi do të jetë prezant për dhënë kupën, pra kjo tregon një rëndësi shumë të madhe që I kanë dhënë këtij aktivitet ndër vite ku fati I jona që marrin pjesë në këtë aktivitet. Vllaznia thjesht për të marrë pjesë apo do të tentojë ndoshta të bëjë ndonjë surprizë? Ne do të tentojmë të bëjmë surprizën, me thënë drejtën, sepse Genova është një nga akademitë më të mira në Itali, po ashtu dhe lojtarët janë zakonisht lojtarë të mirë, janë 5 lojtarë të ekipit kombëtar të Italisë, të U18, U19. Shpresoj të japë një paraqitje të mirë, sidomos lojtarët e ekipit kombëtar, lojtarët që I kanë në vëzhgim, janë siç kemi thënë radhën tjetër, janë 4-5 lojtarë që janë në vëzhgim nga gjithë specialistët këtu dhe sot kishte një jashtëzakonisht një interesim shumë madh, sidomos për dy vëllezër Duldedejt, që besoj se do të paraqiten mirë, pavarësisht moshës tyre të më të vogël 2 vjet, shpresoj të paraqiten mirë. Pra, përveç fushës lojës, sot është diçka që do të jetë e rëndësishme në tribuna, vëzhgimi I skautëve. Normalisht. Ju po shikoni vetë, me interesimin që kanë pas gjithë skautët për këtë ndeshje, jam I bindur se do japin më të mirën për veten e tyre, për familjet e tyre, për klubin, për gjithë, sepse këto lloj evente, këto lloj ndeshje janë shumë të rralla, më thënë drejt në vitin jetë dhe shpresoj të japë marrë më të mirë. Faleminderit. Faleminderit.